Nëse një subjekt privat vonon pagesën e sigurimeve shoqërore apo shëndetësore edhe për një punonjës të vetëm, tatimet vendosin gjoba, bllokojnë llogaritë bankare dhe aktivitetin, madje në disa raste kërkojnë edhe konfiskim pasurie. Por institucioni që kontrollon dhe ndëshkon të tjerët për evazion, prej vitesh e ushtron vetë këtë praktik. Burime brenda Ministrisë së Financave kanë konfirmuar për pamfletin se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe degët rajonale nuk kanë paguar sigurimet shoqërore e shëndetësore të punonjësve të tyre që prej 3 deri në 4 vjetësh. Sipas ligjit, detyrimet financiare për sigurimet e punonjësve të institucioneve publike kalojnë përmes thesarit të shtetit bashkë me listë pagesat mujore. Por drejtuesit e tatimeve kanë dërguar në bank vetëm pagat, ndërsa fondet e sigurimeve të parashikuara në buxhetin vjetor nuk janë transferuar. Në praktik, kjo do të thotë se punonjësit e shërbimit tatimor, institucion që financohet 100% nga buxheti i shtetit, punojnë në të zezë, edhe pse besojnë se janë të siguruar. Ndërkohë drejtuesit kanë paguar rregullisht sigurimet e tyre personale, duke i përjashtuar varësit. Në strukturën aktuale të tatimeve deri në fund të vitit 2022, figuronin 1450 punonjës, ndërsa gjatë 2023-2025 janë shtuar edhe 298 të tjerë, përfshirë 40 në administratën qendrore, 30 në Drejtorinë Rajonale Tiranë, 33 në Fier, 22 në Elbasan dhe 50 në degët e Vlorës së Sarandës. Asnjë prej tyre nuk ka të regjistruara pagesat e sigurimeve në dosjet personale pranë Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore. Burimet brendshme sqarojnë se tatimet u kanë mbajtur punonjësve kontributet nga paga, por nuk i kanë derdhur në arkën e sigurimeve shoqërore, duke krijuar një skem të pastër mashtrimi financiar me pasoja të rënda ligjore. Ironia është se ndërsa vetë institucioni nuk zbaton ligjin, Edi Rama flet publikisht për evazionin fiskal si shkak të pensioneve të ulta, duke kërcënuar me mbyllje bizneset që nuk shlyejnë detyrimet për punonjësit. Në realitet, tatimet që duhet jenë modeli i ligjshmërisë janë shndërruar në shembullin më të qartë të hipokrizisë shtetërore, ku abuzimi me taksat dhe sigurimet e punonjësve mbulohet me heshtje institucionale dhe me propagandën e bablokut për drejtësi fiskale.